Keni vënë re që ke Real Madrid në formacion, kur bie niveli yjeve, rritet cilësia e lojës, kur bie ego, më saktë, kur bie totali i egos në fush, fillon rritet cilësia e lojës. Ka rënë çik cilësia e arbitrave në favor. Përveç asaj. Po them, Bora ego totale e ekipit në fush, rritet cilësia e lojës. Për ta mbyll të punën që tha Denisi, çështja është e thjeshtë. Nëse sot te Real Madridi mendojnë që sakrifikimi i Vinicius Junior qoftë vërtet në një ofertë që do vi për Vinicius Junior, përsëris dhe herë që për mua s'ka ofertë konkrete, ka vetëm llafe. Qofse ty të vjen oferta e caktuar për Vinicius Junior dhe lojtari është dakord që ta pranojë këtë ofertë, le të themi, po ta marr kod Denis, 180 milionë euro? Po, shumë mirë. Me më pak se sa kaq, normalisht ti shkon dhe merr lojtarin i cili do të ndryshoj fatet e ekipit, siç është Vitinha. Dhe këtu mbaron historia. Mordjem. Ti shkon merr Vitinhën, në mos Vitinhën duhet marrësh një tjetër që i afrohet Vitinhës. Se shet Al-Khelaifi. Ta mora si shembull, Masimon. Po se e ke, shiko. Tani ne do dalim Barcelona ka probleme para. Shko ke Pedri.